ka shkuar në 64 numri kursanteve që dyshohet se janë helmuar nga ushqimi i konsumuar në Akademinë e Sigurisë i furnizuar me catering nga kompania Sorial, pasi 60 rasteve të para edhe 4 kursantë të tjerë u drejtuan urgjencës me të njëjtat simptoma gjatë pasditës së djeshme. Policia dhe Prokuroria e Tiranës vjen hetimet për të zbardhur shkaqet e plota të ngjarjes, ndërsa dosja e këtij rasti pritet të bashkohet me procedimin penal të nisur pas helmimit të parë të regjistruar në fillim të muajit maj. Përveç kompanisë që furnizon Akademinë me ushqim, hetimet janë shtrirë edhe ndaj autoriteteve kombëtar të ushqimit. Burimet pranë grupeve hetimor bëjnë me dije se po verifikohet nëse AKU ka kryer kontrollet e nevojshme në ambientet e kompanisë pas rikthimit të aktivitetit të saj gjatë 2 muajve të fundit. Ndërkohë, në një reagim zyrtar, AKU bën të ditur se pas ngjarjes ka ushtruar kontrolle në subjektin Sorial. Sipas institucionit, aktiviteti zhvilloi në kushte të përshtatshme higjieno-sanitare dhe me dokumentacion të rregullt. Gjithashtu janë marrë 14 mostra ushqimore për analiza laboratorike, ndërsa aktiviteti i kompanisë është pezulluar deri në daljen e rezultateve. Gjatë marrjes në pyetje nga hetuesit, pronarja e kompanisë Sorial ka deklaruar se furnizimi me ushqim është kryer çdo ditë sipas kontratës dhe se çdo vakt është përgatitur e shpërndar duke respektuar procedurat dhe standardet higjieno-sanitare. Përgjigjet e analizave laboratorike dhe rezultatet e hetimeve pritet të përcaktojnë shkakun e helmimit dhe përgjegjësitë për këto ngjarje, të cilat është e dyta brenda pak muajsh në Akademinë e Sigurisë.